Përgatitja e zgjedhjeve, por dhe deklaratat nacionaliste në qendër të takimit 2 orësh të Edi Ramës me ambasadorët. Gjyqtarët me një tjetër deklarat, por pa emra mbështetësish, po shkatroni besimin tek drejtësia me reagime për vendimet. Protest në pazarin e Korçës kundër gërmimeve për grek, Aleanca Kuqezi akuzon marrëveshja me Greqinë për pazare politike. Edi Rama në ditën e Shën Valentinit mesazh kundër dhunës ndaj grave, në një vit u vran 27 femra, koha për të mos pasur më frikë. Shkon të festoj Shën Valentinin me të dashurën, por vret atë dhe vete, në reagimi pasi 32 vjeçaria tentoi të jepte fund historisë mes tyre. Këto janë lajmet. Ky është Vizion Plus. Përshëndetje të nderuar teleshikues. Kreu i opozitës Edi Rama ka biseduar për rreth 2 orë me diplomatët europianë në vend dhe përfaqësuesin e Brukselit Ettore Sekui në një takim organizuar nga ky i fundit. Mësohet se në fokus të bisedës ka qenë çështja e zgjedhjeve të qershorit, por dhe deklaratave të shtuara nacionaliste në prag të tyre. Shqetësimet e Ramës për procesin elektoral vijnë një ditë pas depozitimit në gjykatën kushtetuese të ankimimit për ndarjen e mandateve. Kreu i socialistëve Edi Rama ka siguruar shqiptarët se do të bëhet gjithçka që vota e tyre të mos preket më 23 qershor. Pas një takimi prej rreth 2 orësh me ambasadorin e BE-s në Shqipëri dhe përfaqësuesve të tjerë të Unionit, Rama u shpreh se kryefjala e kësaj mbledhje kanë qenë zgjedhjet parlamentare, e sipas tij shqiptarët kësaj herë nuk do të jenë vetëm, por do të kenë mbështetjen e institucioneve ndërkombëtare. Të nënvizoj për gjithë ata që në Shqipëri janë të interesuar që vota e tyre të mos cënohet dhe çdo vot numërohet ndeshmërisht, se jemi në një proces ku mund themi me plot gojën që çdo shqiptar që do Shqipërinë Europiane përmes zgjedhjeve të lira nuk është vetëm, po ka shumë miq. Motej kreu i opozitës tha se në vëmendje të takimit ishin edhe shqetësimet e ambasadorëve lidhur me retorikat nacionaliste. Nuk duhet të cënohet prej retorikave të një nacionalizmi tërësisht primitiv, cili i ka ikur koha me vakt. Ishte një ftesë e gjithë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian për t'u informuar mbi pikpamjet tona lidhur me ekonominë dhe lidhur me të ardhmen e Shqipërisë si një forcë që për ne duhet jetë zëdhënëse e europianizimit. Shqetësimet e socialistëve i konfirmoi edhe ambasadorja gjermane Carola Müller-Holtkemper. Sipas saj, shqetësimi kryesor i kësaj force politike është mbarvajtja e zgjedhjeve elektorale. He was quite explicit on Rama ishte i qartë në qëndrimet që shprehu, lidhur me deklaratat nacionaliste dhe curin që do të kenë zgjedhjet e ardhshme, si dhe problemet për sipërmarrësit. Ai shprehu kundërvështrimet e tij lidhur me këto çështje dhe mund të them që gjatë shpjegimit që bëri ishte bindës. Rama shoqëroi në këtë takim nga deputetët Gjiknuri dhe Bushati. Një mbledhje e tillë vjen një ditë pasi ekspertët e Partisë Socialiste dorëzuan në gjykatën kushtetuese ankimimin për ndarjen e mandateve. Ky vendim u mor me votim në kuvend pasi KQZ nuk mundi të japë zgjidhje këtij debati. Por opozita pretendon se parlamenti nuk është institucioni kompetent për të votuar mbi ndarjen e mandateve dhe kjo është një shkelje e kodit zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po shqyrton raportet e 2 auditëve për problematikën e listave zgjedhore. Audituesi Dashamir Çali, propozuar nga nënkryetari i KQZ-s përfaqësues i Partisë Socialiste, ka listuar një sër problemesh me listat, sipas tij rezulton 1189 persona mbi 100 vjeç, ndërkohë që numri i duplikimeve shkon në 65.000 raste në listat zgjedhore. Audituesi Genti Malko, i propozuar nga kryetaria e KQZ-s, ka paraqitur shifra më të ulta dhe një situatë më pozitive me listat e votuesve. Sipas tij, numri i duplikimeve është 43.000. Një deklaratë e dytë, por pa emrat që e mbështesin, ka mbritur në emër të Unionit të Gjyqtarëve, duke kërkuar të mos përbaltet dhe delegitimohet puna e tyre duke reaguar për vendime gjykatash. Në tekst thuhet se në këtë mënyrë shkatrohet besimi i publikut tek sistemi i drejtësisë, por në qendrimin e ambasadës amerikane një javë më parë pas verdiktit për 21 janarin, thuhej se ky vendim minoi besimin tek aftësia dhe vullneti në këtë sistem. Gjyqtarët reagojnë sërish vetëm pak ditë pasi quajtë ndërhyrje në pushtetin e tyre sovran, një deklaratë e ambasadës amerikane që u shpreh e tronditur nga pafajësia për të akuzuarit e 21 janarit, Ndrea Prendi dhe Agim Lupo.
Plot një javë nga verdikti i gjykatës së shkallës së parë që liroi nga akuzat 2 gardistët dhe që shkaktoi një furtunë të vërtet reagimesh në politik, përfaqësitë diplomatike dhe organet mediatike, një njoftim i dytë shtypi mbrin nga Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë. Pas verdiktit të 21 janarit që u pasua nga një tjetër i apelit, që i uli rreth 1/3 e dënimit të akuzuarve kryesor të tragjedisë së Gërdecit, gjyqtarët shprehen se verdikti i tyre merret në analizë vetëm kur përfundon shqyrtimi në të gjitha shkallët e gjykimit dhe kjo nga njohës të së drejtës, por nëse ky proces zvendësohet fatalisht dhe në mënyrë populiste, në një fushat denigrimi dhe përbaltje, kjo rrezikon të shkatrojë në mënyrë të pakthyeshme shanset për ndërtimin e besimit të publikut tek drejtësia. Gjyqtarët shprehen më tej në deklaratë se po delegitimohet puna e tyre e vështirë dhe ky komunitet çdo ditë më tepër po përballet me dhunën fizike dhe verbale të frymzuar nga kjo klim. Kjo është hera e dytë që përfaqësues të komunitetit gjyqësor, por të pa identifikuar se cilët janë ata, reagojnë në këtë mënyrë. Herën e parë ata u shprehen të indinjuar nga qëndrimi i diplomatit Arvizu, i cili zyrtarisht tha se vendimi i 21 janarit ishte jo vetëm tronditës, por i tillë që minonte besimin në aftësinë dhe vullnetin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, atë besim për të cilin gjyqtarët ankohen se po shkatrohet. Deputeti socialist Erion Braçe ka akuzuar qeverinë për bllokim të procesit të privatizimit të Alpetrolit dhe përfshirje të ministrave në të. Por kreu i financave Bode tha se kompanisë që është në proces privatizimi nuk i është lënë ekskluzivitet i gazit për shkak të miratimit të projektit TAP. Procesi i privatizimit të kompanisë shtetërore të naftës Alpetrol, i cili duket i bllokuar dhe pse u shpall një kompani fituese tenderit dhjetorin e kaluar, ka rikthyer debatin në parlament. Socialisti Erion Braçe u shpreh se qeveritarë të lartë janë të implikuar në këtë proces. E menduat se do ta blinit vet. Ndodhi vetëm një gabim. Që ai zotnia e rriti aq shumë çmimin sa të mblidhni gjithë paratë tuaja bashk, nuk e blinit dot Alpetrolin. Natyrisht i ka përgjegjësi. Dhe përgjegjësia fillon nga Ministria e Ekonomisë, ke komisioni tenderit, ke lobisti Paton Box dhe deri tek ai i fundit që u mashtroi dhe u troqi zvar për 5-6 muaj me radhë duke e kthyer privatizimin e Alpetrolit në një turp kombëtar, siç thuhet sot në Financial Times. 200.000 ton naftë bëjnë më shumë se $120 milion sot, me çmimin e tregut. Si do ta shisnit këtë kompani bashkë me $120 milion brenda? Sa i takon privatizimit të Alpetrolit, jo po kishte kaq ton naftë, aq ton naftë, duhet ta dini që privatizimet kur bëhen mbi bazën e një inventari konkret. Është hitur dhe në 3 orën e fundit të vitit kaluar, edhe në procesin kur ishte kompania Alpetrol në proces privatizimi, ju e dini që është hitur rreth 80.000 ton naftë nga depozita. Nuk është vërtet që ka 200.000 ton. Ministri i Financave Ridvan Bode tha se projekt ligji për sektorin e gazit që u kaluan në parlament, në thelbe zhvesh nga ekskluziviteti për linjën e vetme të transportit të gazit në vend, kompaninë Alpetrol. Nuk është e vërtet që Alpetrolit i është dhënë ekskluzivitet i gazit. Përkundrazi, i është hequr ekskluziviteti i gazit në kontratën e privatizimit. Zëvendës ministri i ekonomisë deklaroi se nëse fiton projekti ndërkombëtar i gazsjellësit Transadriatik, atëherë në Shqipëri hapen mira vende pune. Janë afërsisht $2 miliard, të cilat do të investohen në territorin shqiptar. Përgjithsisht në punë civile, për plus edhe në stafin në stacioneve të ndryshme, në stafin që do punësohet në magazinimin e gazit, në magazinimet natyrore, në ato që ne i quajmë miniera në pjesën e Dumre etj. Dhe ne mendojmë që punësimi real i drejt për drejt në fazën e konstruktit do të jetë të paktën 12.000 veta. Vlerësimet që bëhen nga konsorciumi TAP thonë që punësimet e drejt për drejta dhe efektet e tjera mund të shkojnë deri në 20.000 të punësuar. Opozita, e cila e mbështeti draftin për sektorin e gazit dhe përpjekjet e qeverisë për projektin TAP, kërkoi që ai të mos përdoret për fushatën zgjedhore e cila është në prag. Aleanca Kuqezi proteston në Korçë kundër vendimit për të gërmuar përreshtrat e ushtarëve grek. Sipas kësaj partie, kërkimet po bëhen mbi bazë të pazareve politike, pasi në këtë zonë nuk ka patur kurrë luftime italo-greke. Nga pazari tradicional i qytetit të Korçës, si një nga pikat ku pritet të kërkohet përreshtrat e ushtarëve të rënë grek, Aleanca Kuqezi ka protestuar këtë të njëjtë. Sipas përfaqësuesve të Aleancës, jo vetëm brenda qytetit të Korçës, por edhe jashtë tij nuk është zhvilluar luftë, pra nuk ka kuptim gërmimi për varre greke. Qeveria e shtetasit Berisha ka filluar bën pazare dhe me pazarin e Korçës. Dhe Aleanca Kuqezi vjen sot për ta denoncuar këtë fakt.
Ne kërkojmë që qeveria shqiptare të bëj publike këtë lloj marrëveshje që ka lidhur me qeverinë greke. Aleanca Kuqezi ka theksuar se nuk do të lejojë nisjen e gërmimeve për eshtra të rënësh grek në Korçë. Femra shqiptare nuk ndjehet e lirë por e trembur. Si shembull për këtë pohim, kryesocialisti Rama merr faktin se brenda një viti janë vrarë 27 femra, ndërkohë që të tjerat vojnë aktualitetin e ngarkuar shqiptar me ngjarje si Gërdeci apo 21 janari. Duke zgjedhur Shën Valentinin dhe forumin që Partia Socialiste organizoi në këtë ditë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i vetëm me zgrave socialiste lëshoi 2 apele. E para se dhuna ndaj gruas duhet të ndalet, dhe e dyta se femra shqiptare duhet të çlirohet nga mentalitetet e së shkuarës. Për këtë kryesocialisti ju referua vrasjes së 27 femrave shqiptare vetëm në vitin që lan pas. E ndërkohë është një shifër që shkon duke u rritur, nuk shkon duke u zvogluar. Janë shumë element që sot e bëjnë shumë të komplikuar pozicionin e gruas apo të vajzës në shoqërinë tonë. Duam të çlirojmë njerëzit në këtë vend. Duam të çlirojmë nga të gjitha detyrimet e imponuara për shkak se duan të mbajnë një vend pune, për shkak se duan të marrin një ndihmë ekonomike, për shkak se kanë nevojë për mbështetje për fëmijët e tyre. Situata e rënd kriminali në vende veçanërisht ngjarje si ajo e Gërdecit apo 21 janarit shtojnë vuajtjet për gra që jetojnë realitetin shqiptar sipas Ramës. Janë vrasjet në shpirt të grave që 21 janari i la pa prindër, i la pa burra, i la pa djem. Janë vrasjet në shpirt të grave që krimi shtetëror i Gërdecit i la pa burra, i la pa fëmijë. Janë vrasjet në shpirt të grave që pavarësisht se sot janë fatmirësisht gjallë edhe pas akteve të dhunës pësuar në trup, nuk kanë zë. Kryetari Rama tha më tepër para grave socialiste se ka ardhur koha që njerëzit veçanërisht femrat duhet të jenë të lira pa u trembur se e drejta e tyre do të cënohet. Ka ekzekutuar të dashurën dhe më pas ka vrarë veten një 50 vjeçar nga Erseka i cili refuzonte të ndajë prej saj dhe pse vetë ishte i martuar me 2 fëmijë. Në fakt 32 vjeçaria kishte denoncuar dhe më parë në polici autorinë e krimit për dhunën e ushtruar ndaj saj. E ka telefonuar për të festuar Shën Valentinin, por refuzimi i saj ka bërë që ta vrasë me 5 plumba e më pas t'i jap fund edhe jetës së tij. Ngjarja e rëndë ka tronditur mëngjesin e kësaj të njëjte qytetin e Ersekës, kur 50 vjeçari Fatos Kaplani ka ekzekutuar me automatik të dashurën e tij, 32 vjeçaren Antoneta Petriti, me të cilën prej 4 vitesh kishte një lidhje jashtëmartësore. Në momentin e krimit, i cili ndodhi në banesën e Antoneta Petritit, e pranishme ka qenë edhe nëna e gruas së vrarë, e cila ishte e divorcuar dhe me 2 fëmijë të mitur. Fqinjët tregojnë se janë shokuar nga ngjarja pasi nuk kishin dëgjuar krisma. Ata shprehen se nuk ishin në dieni të kësaj lidhje jashtëmartësore. E njo vinte bënte pazar si grua e mirë, për punë nuk punonte, po ishte grua shumë e mirë. Po personin tjetër e njënit? Ata e njo si djalët e qyteti këtu, po më tutje nuk digja. Është i martuar? I martuar me fëmijë, me grua të rregullt, me gjitha. Fatos Kaplani, babai 2 fëmijëve dhe gjysh, mësohet kishte punuar deri para një viti si punonjës si zjarr fikses, por kohët e fundit punonte si shofer taksia. Sipas policisë, Kaplani e ka kryer krimin pasi nuk mund të pranonte që e dashura e tij, 32 vjeçaria Antoneta, t'i jepte fund marrëdhënies së tyre. Ajo prej kohësh refuzonte vijimin e lidhjes, madje kishte bërë dhe një denoncim në polici pasi 50 vjeçari Kaplani e kishte dhunuar për këtë arsye. Por çështja është mbyllur pasi vetë viktima ka tërhequr denoncimin. Kryeministri Hashim Thaçi ka akuzuar Brukselin zyrtar lidhur me qëndrimin e tyre për heqjen e vizave me Kosovën. Nga kuvendi Thaçi tha se Kosova ka plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara për vizat, ndërsa shtoi se problemi është në qëndrimet e Brukselit. Akuzave të opozitës për dështimin në procesin e liberalizimit të vizave, kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se problemi nuk qëndron në Prishtinë, pasi Kosova i ka plotësuar kriteret për heqjen e regjimit të vizave. Duke folur në kuvend, Thaçi ka akuzuar Brukselin se nuk po sillet në mënyrë të drejtë me qytetarët e Kosovës. Problemi kam theksuar se nuk qëndron në Prishtinë dhe Kosova e ka merituar liberalizimin e vizave
ka ende burokrat në Bruksel që i trajtojnë shqiptarët me nostalgjinë e Jugosllavisë apo të Titos apo të Serbisë me atë prizëm. Justifikimet e Brukselit janë të paqëndrueshme dhe të pajustifikueshme për procesin e liberalizimit të vizave. Më herët gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri i Kosovës ka bërë një bilanc të 5 vjeçarit të pavarësisë. Ai tha se gjatë kësaj kohe Prishtina zyrtare është njohur nga rreth 100 shtete, ndërsa janë përmirësuar ndjeshëm marrëdhëniet me Serbinë. Një ditë pas vendimit të partisë më të madhe opozitare LSDM për të bojkotuar zgjedhjet lokale, mediat në Maqedoni lënë ende një shtek të hapur se procesi mund të zhvillohet. Sipas tyre, për shkak të presionit ndërkombëtar mund të ketë një ndryshim të qëndrimit në momentin e fundit dhe gjithçka do të konfirmohet në 16 shkurt, atëherë kur skadon dhe afati që pjesëmarrësit në zgjedhje të dorëzojnë kandidaturat pranë Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Një ditë më parë, zyrtarët të partisë më të madhe opozitare kanë deklaruar se do të bojkotojnë zgjedhjet, për shkak se Gruevski nuk pranoi asnjë nga kushtet e opozitës, duke i quajtur ato pretekste. Shkolla nëntëvjeçare Naim Frashëri në Gjirokastër ka rrezikuar të përfshihet mëngjesin e së njëjtës nga flakët. Shkak për këtë është bërë mbi ngarkesa në rrjetin elektrik si pasojë e shfrytëzimit të energjisë për ngrohje, duke bërë që bloku i siguresave elektrike të shpërthejë. Situata ka krijuar panik mes 300 nxënësve të shkollës, duke bërë që stafi i mësuesve t'i evakuojë ata menjëherë. Drejtues të shkollës deklarojnë se kjo situatë përsëritet për të dytën herë, për shkak se shkolla ngrohet me energji elektrike dhe jo me sistem kaldajash, të cilat edhe pse janë vendosur në vitin 2005 nuk vijnë në funksion nga pushteti vendor. Situata e monumenteve të kulturës në vende shqetësuese, për këtë arsye ndërsa rendit një listë me kala që rrezikojnë nga rrëshqitja e dherave dhe kisha me afreske të dëmtuara. Kryetaria e Komisionit të Medias Valentina Leskaj ka thirrur në seancë dëgjimore ministrin e Kulturës Aldo Bumçi. Situata problematike dhe dëmtimi i disa prej monumenteve më të rëndësishme të kulturës dhe historisë në vend kanë motivuar kërkesën e kryetares së Komisionit të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik, Valentina Leskaj, për të thirrur në seancë dëgjimore ministrin e Kulturës Aldo Bumçi. Sipas kryetares Leskaj, është shqetësues dëmtimi i afreskeve të Onufrit në Kishën e Valshit, por edhe rreziku që i kanoset kalas së Krujës, kalas së Alipash të Pelenës dhe kalas së Butrintit nga rrëshqitja e dherave. Të thirret në një mbledhje të komisionit, ndoshta javën tjetër, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për situatën lidhur me monumentet e trashëgimisë kulturore. Janë njësër ngjarje që ka ndodhur kohët e fundit, është çështja e Kishës së Valshit, që siç dihet janë masakruar pikturat e Onufrit. Janë 40, le të themi, monumente të trashëgimisë kulturore të cilat janë në mëshirë të fatit, por ndërkohë në vijim ka pasur dhe njësër problemesh tjera, duke filluar që nga kalaja e Krujës, deri te Butrinti me rrëshqitjen e dheut, apo kalajet e Pelenës dhe njësër monumentesh të tjera të kulturës. Sipas Leskajt janë rreth 40 monumente të trashëgimisë kulturore, të cilat janë në rrezik për shkak të mungesës së vëmendjes nga strukturat shtetërore. Lule në dorë apo kuti të paketuara në ngjyrë të kuqe ka qenë panorama në rrugët e kryeqytetit. Ndonse më e zbetë se vitet e tjera, festa është kremtuar kryesisht nga të rinjt, megjithatë më të angazhuar për të dhënë urimet edhe këtë herë kanë qenë politikanët. Ngjyra e kuqe, simboli i dashurisë, ka munguar këtë 14 shkurt në rrugët e kryeqytetit, apo në ambiente të cilat janë mësuar të shërbejnë si strehëza dashurie në ditën e Shën Valentinit. Rrugët e Tiranës, edhe pse plot, pak të sjellin ndërmendje se këtë të mërkur, çiftet në Shqipëri si në të gjithë botën festojnë 14 shkurtin, ditën e të dashuruarve. Ndonse festa e viteve të fundit, disa breza e kanë kuptuar se kjo nuk është vetëm dita e të rinjve. Na dhon pa Shqipërinë pa, na dhon çaqe pa Shqipërinë. Na dhon unë pa morën. I dhuroj një lule gruas për shkak të shoqërisë që na dhon atë. Se karafila rrallë. Thjesht është një festë komerciale. Dashuria festohet çdo ditë, jo një ditë. Për ata që Shën Valentinin e kanë të veçantë për ta ndarë me të dashurit e zemrës, dyqanet e luleve apo edhe bizhuterit kanë qenë vendet e duhura për dhuratën e kërkuar. Janë më të kujdesshëm, po themi, meshkujt për të përzgjedhur, po themi, dhuratën e duhur apo femrat në këtë rast? Shiko, të dy palët kanë ardhur normalisht, edhe meshkujt i ka bën femrave dhe kundërtat. Dy palët
Çiftet e reja sidomos kanë qenë më të kujdesshëm për përzgjedhjen e produkteve. Meshkujt janë njerëz që pranojnë shumë sugjerime. Do kemi thjesht një CV, një datë për të dhënë një trëndafile se për dhura një buqet. Çfarë keni planifikuar ndonjë gjë të bukur përveç buqetit? Nuk e di, akoma s'kam bërë një planifikim, por gjithsesi po mendojmë po. Shën Valentini tek shqiptarët nuk është më i dikurshmi. Ky është viti i dytë ku kjo festë është zbehur. I vetmi aktivitet që në bulevardin Dëshmorët e Kombit ta kujton është ai i kuvendit të Shqipërisë 1 Billion Rising, një nismëngjo ndërkombëtare që fton gratë të kërcejnë në ritmin e këngës, shkëputin i zinxhirët. Duket se politikanët kanë qenë më të angazhuarit këtë ditë për të festuar dhe uruar. Gëzuar Shën Valentini. Në lajme ndoqët përgatitja e zgjedhjeve dhe deklaratat e shtuara nacionaliste në qendër të takimit 2 orësh të Edi Ramës me ambasadorët. Gjyqtarët me një tjetër deklarat pa emra mbështetësish po shkatroni besimin tek drejtësia me reagime për vendimet. Protest në pazarin e Korçës kundër gërmimeve për grek, Aleanca Kuqezi akuzon marrëveshja me Greqinë për pazare politike. Edi Rama në ditën e Shën Valentinit mesazh kundër dhunës ndaj grave, në një vit u vran 27 femra, koha për të mos patur më frikë. Shkon të festoj Shën Valentinin me të dashurën, por vret atë dhe veten, reagimi pasi 32 vjeçaria tentoi të jepte fund historisë mes tyre. Përfunduam këtu bashkë të nderuar teleshikues, ju falenderoj që ishit në Vision Plus. Mirupafshim.